Në prokurorin ka qeverinë e vet, prokurorët, ka KLP-n. Mbi KLP-n është ILD-ja. Qofse ti, unë, kemi diçka kundër një prokurori, ti ndjek rrugën administrative. Dhe rruga administrative është KLP, ILD. Ai shkon këtyre dyja. Po, nuk e pse shkon tek gjykata administrative. Sepse ai nuk e se ka prodhuar një akt administrativ që të duhet goditet ky akt administrativ. Gjykata administrative shkon për të goditur një akt administrativ. Çfarë akti administrativ ka prodhuar? Okej. Këta thonë, akti administrativ që ndronë në mënyrën e emërimit të këtij, ati zotërisht. Po, për president, duro tani. Atë shko dhe këtë gjë kërkoi nëpërmjet KLP-s dhe ILD-s. Dhe sepse ata në fund ditës e kanë të drejtën për ta shkarkuar. Se nëse ti thua që ky është emëruar në mënyrë të padrejtë, kush do ta shkarkojë këtë? Këshillarti i prokurorisë. Këshillarti i prokurorisë dhe ILD-ja. Po. Atë pse ti kinse e anashkalon këtë? Pse? Ashtu. Do vim këtu, ashtu. Dhe e dyta, se më keqja e di kush është këtu. Mënyra e ligësht, po shumë një ligësi e papar, nga qasja e përfaqësuesit të presidencës në seancën gjyqësore. E di çfarë tha presidenca? Çfarë tha aty? Neve tha ase mohojmë dhe ase dënojmë. Pra, shmiratuar me një dekret, tha dhe një letër shoqëruese. Po pra, po as nuk e mbrojti se ti mbron presidencën si institucion, ti numëron pa mirë topin, si president që ka dhënë vendimin aso kohë. Dakor jam po. Ti erdhi buzëqes, ja? Po ec po tash, sqaro. Pra, ti duhet të mbrosh institucionin e presidentit. Dhe të thuash pavarësisht se çfarë bër ky ka qenë mënyrë emërimi në kohë. Dekreti për këtë prokuror ka qenë sipas ligjit kohës. Përse ti bën këtë lloj hije dyshimi? Ndoshta ka qenë dakord me Padin, sepse është në kushtet e... Po për çfarë shkon? Zdo të thotë që fakti që aty një presidenti më parë ka bërë emërim, do të jetë dakord. Po flas për institucionin, po flas për bamirin. Institucion, po kemi shumë institucion, pra ne kemi shumë gjyqe që... Do të thotë që ti po shkon presidencë aty po shkon dhe po ti bën në freskun e Rion Veliet. Këtë po më thua. Nuk i bën freskun, por ai ndoshta nuk e lën në shpim gjykatës sepse rasti më i keq. Ti e pal aty o zotëri. Po zotë mbrosh ti çdo vendim që është në mënyrë të padrejtë. O zotëri, ku është i padrejtë vendimi atë është ti ke pasur gjithkohën se ti suvuret një president. Po nuk e revokon do presidenti atë. Po e kishe çuar tek konstatimin aty duhet ta bëj. Konstatimin ku do ta bëjmë në gjykatë administrative? Po një rasti për ta bërë. Ata do ta shpallin pavlefshëm. Konstatimin absolutisht pavlefshëm. Ta akti dhe pastaj do Ore, nuk e di. Ai do shkarkohet. Të shkarkohet kur të shkojë tek KLP dhe tek ILD-ja, mos e nuk e shkarkojnë dot gjykata ato, o zotëri. Dhe një herë tjetër. Ndoshta e di, unë nuk e di Padin, nuk i di prova, po mendimi im ata do ta kenë ezauruar rrugën administrative. Jo, pra jo. Nuk e besoj që kanë shkuar direkt në gjykatë. Ore, po pse e thiri gjykata ka përshtypjen mos ka. Pse i dha 20 ditë kohë dhe thiri KLP-n. Mos ka të drejtë duraj për këtë letër se kanë përshtypjen Belie, dërgoi një letër vjet KLP-s dhe ILD-s. Po nuk e di ka qenë për emërimin apo jo. Më lër vetëm një sekond ta konstatoj. Dhe ju vazhdoni këtë diskutimin, se gjyqtari që tha fusnin dhe KLP-n tani, kote thanë... Mos fol kot më tani, sepse edhe një për... Edhe juve ju keni pasur shumë raste me shtetin, ku ka pasur një vendimarrje të padrejtë, qoftë për largim nga puna, po qoftë ne na ndodh shpesh në apel. Pra, shkojnë çështje kot. Edhe pse juristi thotë që unë e di pse që ju keni të drejtë, por ne e çojmë se ne kështu duam që ta zvarrisim procesin. Nuk ka lidhje fare kjo me këtë që po them. Kështu që ne shoqërisht që kemi një jurist të presidentit, i cili të paktën minimalisht ai nuk po mban anë. Pra ja lë gjykatës. Si s'po mban anë, më? Ai po mban anën e Rion Veliet, më çfarë po thua? Po ju thoni që nuk ka bërë asnjë lloj reagimi. Po pra është ligës, thash, ka një ligësi të papar sepse po ja po ta shpjegoj, do më ndjosh apo jo? Jo, nëse ai mendon që ky është një emërim i padrejtë. Ore, ke shok atë të presidencës që po e mbron se s'po e kuptoj tani. Unë nuk e kam shok. Po çfarë? Po di kush ishte më. Se aq është Shqipëria, mund ta kem edhe një orë se di, nuk e di kush është juristi i presidentit. Por ideja është Giganti Rusmali është e drejton presidencën, më ai me juristi, ai që neve na jep mend gjithkohës. Po mirë, ndoshta në këtë rast ai mendon që emërimi është i padrejtë, gjykimi im. Po pa e ditur, nëse ato janë të vërteta. Ore, edhe një herë po them, edhe një herë. Se nuk e di çështjen që them me saktësi. Në dëgjoj sekond, unë flas për institucionin, nuk flas për lakenj aty që vin vërdall. Mirë, mund të bëj një pyetje, nëse kjo vendimarrje e emërimit do ishte e padrejtë.
ty si do mendoj, më mirë një jurist që nuk shprehet, apo një jurist që do mbante një anë të padrejtë? Atëherë, nëse kjo ka qenë e padrejtë dhe i giganti Rusmali apo cili do qoftë, se s'dua ta bëj personazh, e ka ditur këtë që pas ka qenë e padrejtë, nga ana qytetare po nga ana institucionale e ka pasur përgjegjësi, jo detyrim, po dhe përgjegjësi që të shkonte të acionte të KLP të LDA, se ky Olzdado është bërë në 2008 prokuror dhe në 2020 vajti u bë prokuror i Spakut. Pra ka kaluar ca filtra ky zotëria. Në rregull? Po fakti që ka kaluar filtra nuk do të thotë që ato kanë qenë filtra të saktë. Pse ne kemi shumë filtra që po na rezultojnë që s'janë të durat. Tani Nardë, ajo do më tani po fliset gjatë Atëherë, ju të dy keni të drejtë në këtë histori, se po ju dëgjoj me shumë kujdes. Ti thua që përfaqësuesi ligjor i presidencës duhet të mbronte institucionin sepse aty punon dhe thotë, shiko, zotëria në atë vit është dekretuar, ka marrë dekretin për të emëruar si prokuror, më bazë të ligjit aq e kaq, ka dhe një letër shoqëruese. Dhe ka një gjë tjetër, dhe më çoj sekond tani se u do dal gjiku, po ju kufusni ato e pas e nxjini në tjetër histori. Sepse ti ose e mbron presidencën, ose nëse kjo do bie që presidenti asaj kohe, Bamir Topi, të shkojë për djegje penale. Ose të hetohet minimalisht për mënyrën e dekretimit të këtija. Po prodhoni një situatë vështirë Velia me këtë histori tani? Prit, se nuk e ka për ata Velia. Më dëgjote se duhet ta mbyll këtë se kam shkruar 4-5 pika për këtë arsye. Jepi. Tani çfarë po ndodh në këtë gjithë këtë histori? Që i duhet me patjetër se Olzdado është antipodi i Irena Gjokës. Njëri prokuror i tjetri gjyqtar. Irena Gjoka në vetvete u mbajt me istikam dhe do mbajt me istikam, aty mbajt mend këtë që po të them. U mbajt dhe do mbajt me istikam, pikërisht sepse aty ka Fredi Belerin, Fatmir Mediun, Ilir Metën, Sali Berishën. Dhe në rast se bien te Irena Gjoka, të katër këto procese shkërmoqeshin nga ana procedurale, se çdo vendim i marrë nga Irena Gjoka si gjyqtare në këto katër procese binte rrezohej. Pra, procesi bëhej nul. Tani është e njëjta gjë tek Olzdado. Në qoftë se bie Olzdado, i bie që procesi që ka nisur për Iron Velia bëhet nul në ana procedurale. Snifën e timet, po. Po çfarë të mund tani si të ta. Jo, e themi snifën e timet. Prandaj Iron Velia e ka më kollaj të shkojë në gjykatën administrative me vrap, se sa një ditë më përpara kur kishte gjyqin e tij në GKK. Pse shkoi një ditë më përpara në GKK Erioni? Nuk është njohur me aktet. Mirë, në rregull, s'është njohur me aktet. Vazhdo akoma. Sa po lexojnë. Ne lexojë burr tani se juve doni të bëni me tani kakofoni kot. Tani po flas për këtë pjesë. Ta atje s'është njohur me akt, këtu është njohur me aktin. Nëse, se këtu s'ka nevojë fare të shkonte e njëri. Fare, zero. Po çfarë do shkonte këtu? Për show, në administrative. I intereson që ta bëj këtë gjë. Dhe unë besoj fort te kjo histori. Ti akuzon Olzdado kurse këtu ka mundësi ta akuzoj Velia, është më ecim. Po këtë po flas pra. Po është më i lirshëm për ta shtuar. Dhe unë po të them tani, ne jemi në të njëjtat kushte, është e njëjta peshore. Në njërin ka ke Irena Gjokën, në kaun tjetër ke Olzdadon. Sikundë mund të binte Irena Gjoka, po them mund të bie dhe Olzdado. Në rast se nuk ka rënë kjo, unë nuk besoj se ka për të rënë ky. Sepse do duhet që të prishet i gjithë, le të themi, hetimi proceduraliteti që ka të bëjë me dosjen e Iron Veliait. Nëse këtu pastaj e gjithçka bëhet pikërisht për këtë arsye, për këtë arsye, atëherë do të thotë domethënë që këtu është ngritur një shtet i madh, që nga presidenca, kryeministri e gjithë mëra, si tani domethënë që të çbëjmë gabimin që bën para një viti dhe lan Lalin që të shkonte në merr të Spaku. Se e lan këta ore. Se po s'doni këta nuk shkonte Lalin në burg. Ta flini nga mend e kokës. Po s'kishte imunitet kryetari i bashkisë. Mi vazhdora kohë. Imunitetin jo se ta tha me ironi e dura i këtë, kështu që tani çfarë shikon këtu këtë historinë që thot Nardi që Dado nuk mund bjerë, domethënë kjo do duhet parë sepse unë shtroj dhe një koncept tjetër, sepse nëse kemi një prokuror të emëruar kështu, mund mos jeti veti, mund të jenë shumë, na bie vetingu, mund na rrezot një proces i gjithë një histori shumë e madhe këtu që se përballon dot në natë. Po ti ke pasur. Nëse po përballon bëri vetingu. Një fjalë vazhdon më së. Po ti ke pasur këtu njerëz ata personat që ka bërë vetingun, ata që bënin vetingun, pra që ata profesorët që kalonin në gjyqtarët dhe prokurorët në sit, që pjesa më e madhe e tyre, ka qenë me mesatar 7 poshtë, me dëgjoj me kujdes, të pa domethënë pa magjistrat jo njëherë, me vepra penale, shko lexoje se ka ndjekje penale akoma Valbona Saxhaktari, akoma në vijim dhe pretendon të shkojë në gjykatën e lartë e zonja.
Akoma dhe pretendon ajo. Ina Rama. Ajo Ina që e ka quar këtë Olzdadon aty, se Ina Rama e ka quar Olzdadon në përne. Ajo ka magistraturën, po vetëm që është shërbimit informativ. Edhe në qik patronazhiste. Një qiks. Dhe të maroj. Për ka shumë këtu, do më thënë. Ti tani do merresh me Olzdadon kur i ke këta. Ti merresh me ojën kur e ke shefin atilar të ke kështu. Dhe me bukur e gjithë sa që ka ndodhur, sepse e kam bërë sot, se nuk të dalë nga shpirti më burr. Ne shkojmë për ditë në gjykata më burr, se këtë punë kemi. Unë kam 20 vjet që merrem me këtë histori. Për një status me ca pikë, ishte shumë i shqetësuar. Jo, nuk është çështje shqetësimi. Këta të fyen inteligjencën. Ti shkon te gjykata aty dhe vetëm kur shikon gjyqtar dhe prokuror që kalojnë para teje, të cilët para një 5-6 vitesh, 7 vitesh, ti kishe unë kur s'kam pas frikë për tyre dhe nuk i kam onepsur, por domethënë kishin një lloj prezencë se do të madhe të rëndë. Tani kalojnë përpara teje me çadrën e avokatit, edhe të përshëndesin dhe kalojnë dhe janë si ti ata kolekt tu. Dhe këta janë hequr për korrupsion. Dhe kjo është çmenduri. Tani kanë bërë mirë apo keq? Shumë keq o zotë i nderuar, nëse ti je i korruptuar. Po zot të përshëndesin ty. Jo, mua të përshëndesin mua, jo. Nëse ti je i korruptuar, nuk të thotë që ti je i korruptuar si prokuror dhe si gjyqtar dhe nuk që ke i korruptuar si avokat. Korrupsioni, se avokati është privat. Është privat. Pagesa merret e ligjëruar. Korrupsioni lejohet sepse është privat. Na ju nuk u marrëm sonde. Jo do e kam pasur shumë vështirë. Korrupsioni është karakteriale, ka të bëjë me ADN-n e robit, nuk ka të bëjë me profesionin tënd. Privati i merr lekët në shtet është tjetër gjë. Ti privati merr. Por po flas për karakterin e personit, më nuk po të. I merr live lekët. Po ke një klient tu, të nxjerrë lekët, jepi faturën. Ke shumë drejt jashtë. A di si është puna, pa çpunë shumë dhe ti. Me këta që keni për këmbë? Që kështu? Po. Me këta që keni për këmbë, Fanardi na i la topin. Domethënë ja u la topin, Atëherë, mendon se mund të jetë problem, mund të konstatohet një problem që Velie realisht po e sulmon fort dhe kanë gjetur një kleçk të fortë në këtë histori, siç e tha dhe ju, për të mos u marrë realisht me themelin dhe me akuzat që kanë ngritur Spaku ndaj atij si kryebashkiak, por të godasi fort sistemin. Tani kjo e dyta nuk më duke, sepse gjatë fazës që zoti Velia nuk kishte cilësinë e personit në netim, apo qofte aty në akuzë, ai ka qenë thjesht një qytetar, por në statusin e personit i cili kishte dieni për veprën penale dhe në gjithmonë kur shkonte në SPAK, shkonte i qeshur, kur dilte i buzëqeshur, dhe ajo shpreha e famshme që sapo takova kisha takim kolegët e mi, pra jepte një lloj sfondi komunikimi mes miqve, dhe aty shkonte ndryshe nga politikanët apo zyrtarët e opozitës. Kjo ishte në pamjet parë. Kështu që nëse ka pasur qëllim që t'i dali sistemit kundër, atëherë bie me këtë sjellje të zotit Veliej në momentet që ai shkonte, hynte dhe dilte tek Spaku. Po burgu është i rënd, Durej. Burgu është i rënd, në një moment dhe i del sistemi se është i vështirë burgu. Lëre çfarë themi me shprehjen burgu është për burra, se nuk ka burra aty, e kupton, janë kategori tjetra ata që e përballojnë burgun, për të qenë sinqert. Kështu që prandaj them që mos ndoshta ka reflektuar dhe po e godet sistemin. Natyrisht që burgu tonë është një universitet, pra kushdo që bën minimalisht 2 vite burg, është një lloj sikur të bësh një universitet 3+2. Mos ja u thoj këtë qytetarëve se mana. Jo, mos na nxit. Pra kemi miqë shok të cilët kanë vuajtur dënimin dhe ata kanë krijuar një botë kuptim tjetër, e kuptoj, patjetër. Por reflektojnë kusht, sepse prandaj është rehabilitim, edhe për shkak të prandaj është rehabilitim. Njerëzit bëjnë gabime, nuk është se ne jemi të pagabueshëm, por e rëndësishme është që ta kuptosh gabimin dhe të ndryshosh. Pra, Velia ka kuptuar, domethënë mendon se ka gjë për të kuptuar Velia këtu, sepse këtu duhet dalë tek reagimi i Veliet, që ka gjetur diçka në këtë histori për t'u kapur, për të mos u marrë me atë që u thatë pe themelin. Po gjesh çdo gjë të mundshme procedurale. Patjetër vetë mënyra se si qëndron, edhe vetë avokati ka thënë që vetë zoti Velia ka marrë dosjen dhe po analizon çdo paragraf të tij dhe po lexon çështje, mendoj që patjetër ai këto po shikon çështjet me detaje dhe tek mënyra se kush janë ata të cilët po e hetojnë dhe po e gjykojnë zotin Veliaj, kështu që fakti që ka sjell zotin Dado, mendoj që zoti
Dumani besoj nuk I ka gjetur ndonjë gjë për ta kundërshtuar edhe për ta çuar qoftë në gjykat, por edhe për të kërkuar përjashtimin e tij. Në asnjë moment ai nuk ka kërkuar përjashtimin e zotit Dumani nga hetimet, pra vetëm për zotin Dado. Kështu që këto janë hapësira ligjore që kushdo do t'i shfrytëzonte natyrisht së pari për interesin e tij personal të këtij gjykimi, po patjetër që nëse këto janë të drejta dhe do t'i qëndrojnë edhe institucionet do të reagojnë dhe do të vendosin që emërimi është absolutisht I pavlefshëm, patjetër do të sjellë një impakt pozitiv edhe për të institucion kaq të rëndësishëm, sepse po na dalin edhe në gjykatën e posaçme, por edhe në prokurorinë e posaçme, po na dalin prokurorë apo gjyqtarë cilët nuk e kanë merituar qenien aty, ashtu sikurse në sistem kanë kaluar shumë prej atyre cilët nuk e kanë merituar, pra nga eksperienca personale si avokat, dhe kemi shumë prej tyre që janë larguar dhe prapë nuk e kanë merituar, ashtu sikurse kemi disa prej tyre që e kanë merituar shkarkimin. Pra, kjo është problemi I madh në Shqipëri, mënyra se si u zhvillua ky proces I rivlerësimit të magjistratëve për të ardhur keq, po kjo nuk do të thotë që fakti që këta janë larguar nga sistemi, që ne t'i shikojmë si armik të popullit dhe si njerëz cilët duhen qëruar nga shoqëria jone e tjera me radhë. Përkundrazi ndoshta armiqt janë brenda sistemit të Kështu që unë mendoj që mënyra se si u ngrit dhe këtu po na dalin që ka qenë antare e komisionit dhe kryetare e KPK-s zonja motra e zonjës Balluku. Pra, edhe mënyra se si ajo po mbron, pra mënyra se si qaset me publikun, mënyra se si janë emëruar dhe shumë antarë të cilët nuk e kanë merituar qenien aty, tregojnë që ky ka qenë një proces I telekomanduar. Pra, ka qenë nga qeveria apo nga opozita, atë nuk e dim, sepse edhe mënyra se si është emëruar, pra mënyra se si janë votuar ata kanë qenë me konsensusin e Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe Partisë Lëvizje Socialiste për Integrim. Të gjitha këto parti kanë pasur njerëzit e tyre në këto komisione, qoftë në KPK dhe qoftë në KPA. Dhe mendoj që edhe këta që janë skartësuar nga sistemi kanë qenë ata më të pabindurit ndaj këtyre forcave politike. Duri, faleminderit për këtë shpjegim. Sigurisht ne kemi diskutuar dhe e diskutojmë çështjen e reformës të rit, si ka problemet e veta. Edhe një çështje të fundit kam për shkak të disa, le të themi, materialeve që qarkulluan ndje që Bashkimi Evropian duket sikur po e vështirëson pak rrugtimin e Shqipërisë dhe analizat ishin për shkak të mosdhënies ose mosheqjes së imunitetit nga kuvendi. Të lutem më kalo me signë dhe diskutojmë 5 minuta përpara se ta mbyllim për sonte. Mirë, unë e drejtoj pyetjen tek ju, avokat Leonard Karaj. Ju I pat materialet që qarkulluan dje, besoj ishin disa analiza të referuara në burime pranë Brukselit, dhe duke sikur kjo çështja dosjes Balluku në vetvete, por mosdhënia e imunitetit Balluku sikur është një problem në arenën ndërkombëtare. Është vërtet kjo? E shikon të tillë këtë histori? Duket se është jo e vërtet, por shumë e vërtet, sepse Bashkimi Evropian me vonesë ndoshta, por është ka dhënë le të themi verdiktin e vet se si e ka parë çështjen Balluku dhe mënyrën se si votoi parlamenti. Sepse Bashkimi Evropian ecën me një lloj standardi krejt tjetër në raportin e personazheve, politikanëve të cilët janë në hetim nga prokuroria cila do qoftë ajo. Kujto kështu për shembull Federica Mogherini, e cila u arrestua brenda 24 orëve, da dorëheqje nga të gjitha funksionet e veta, apo edhe nga emisarët e tjerë të Bashkimit Evropian, të cilët kanë qenë në hetim nga prokurori të ndryshme. Në rastin konkret me Shqipërinë, çështja Balluku ka qenë problematike të iskajshme, sepse ata kanë kërkuar gjithmonë që politika shqiptare të jetë mos bëhet pengesë ndaj hetimeve të SPAK-ut. Unë vazhdoj akoma të qëndroj idesë time që me këtë lloj mënyre se si SPAK-u shkoi në kuvend, me një tabor të madh dokumentacioni, po pa thelb
Sepse edhe një herë tjetër po them, nuk mund të kërkosh ti arrestim, të paktën zyrtarisht po flasë se unë nuk e di se çfarë ka në underground, se çfarë është kërkuar underground. Nuk mund të kërkosh arrestimin e një personi me një vepër penale të tillë. Shkelje barazisë në tender. Jo. Nuk e bën dot këtë. Do duhet kërkohet tjetër gjë.